Mirëmbrëma dhe përshëndetje, zonja dhe zotërin. Takimi ju nuk ka ndryshuar. Çdo të janë këtu në studion e RTS Korçës në emisionin tonë Sport në orën 20:30 ne jemi së bashku. Natyrisht, e gjithë vëmendja jonë këtë javë ishte përqendruar tek ekipi jon kombëtar. Do të flisim ndryshe, nëse do të kishim një rezultat ndryshe. Gjithsesi, është sukses ky ekipi tonë kombëtar. Çfarë ndodh me të ardhmen? A do të jetë Silvinho, ai do të drejtojë këtë ekip? Dhe çfarë note kanë marrë lojtarët e këtij ekipi kombëtar? Të gjitha këto do të diskutojmë në pjesën e parë të emisionit të sotëm. Por natyrisht, nuk do të lëmë vëmendjes edhe Skënderbeu. Ka zhvilluar një ndeshje miqësore, ashtu siç ka zhvilluar edhe Pogradeci me ekipin e Strugës. Në barazim janë të ndarë të dyja këto ekipe. Por në pjesën e fundit të emisionit ne do të flasim edhe për ciklizmin. Eveniment i rëndësishëm i ciklizmit pikërisht me 25 maj, kur është zhvilluar edhe një kupë e përvitshme, do të thosha, ku ciklistët tanë janë gjitur në podium dhe kanë merituar vende nderi. Këto dhe të tjera do të diskutojmë në emisionin tonë të sotëm. Po filloj si gjithnjë prezantimin e të ftuarve në studio. Kam ikonën e futbollit Korçar Dimitra Xhambazi. Xhambazi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do të flisim ndryshe tash në hyrje të emisionit, nëse do të kishit dalë ndryshe apo jo? E drejtë, ashtu është. Megjithatë, në këto 2-3 vitet e fundit ekipi ynë kombëtar ka bërë një progres dhe mendoj që finalizimi i asaj që mund të merrim pjesën në Kupën e Botës nuk e arritur, por megjithatë duhet të them fjalë të mira sepse kemi një ekip të mirë dhe në perspektivë mendoj se do të arrijmë diçka. Brenda Salim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Tham ndryshe për kombëtarën shqiptare, por ndryshe do të flasim për Kosovën apo jo? Po, padyshim, një fitore e madhe, deri diku e pritshme, për shkak të nivelit kundërshtarit, po dhe të nivelit të vetë Kosovës. Apo mirë, tani kur del rezultati kështu themi ne kundërshtari ishte kështu. Nëse do të ishte ashtu do të flisim ndryshe? Shiko, dhe Polonia ishte një skuadër shumë në analizë. Kishte rënë, po që për mendimin tim Kosova domethënë kishte në letër e kishte më të thjeshtë se Shqipëria. Kështu që domethënë nuk kishte surprizë në këtë kuptim. Pastaj për lojën që zhvillojnë ata, për mënyrën se si e kërkojnë golin, për mënyrën se si duan të arrijnë objektivin, janë për të përgëzuar për idenë e lojës që trajneri Foda ka implementuar dhe grupin që ka arritur të krijojë te Kosova. Ildi Merolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Rolli. Me emocion këtë ndeshje me Polonin? Po natyrisht ishte një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar dhe të vjen keq pasi shkuam shumë pranë asaj endre të madhe që po kishim një pengesë tjetër për të vajtur në endre të madhe, kështu që po mirë, prapë sado kishte tjetër peshë, se në qoftë se do të arrinim ta kalonim Polonin, atëherë do të besoj se do të ishim super të motivuar dhe do të kishim një Shqipëri all-in në ndeshjen ndaj Suedisë. Petrika, më gjithë mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Romi. Dofta edhe stadiumi s'na eci brapa shpinës tënde. S'na eci se i bëm gabimet vetë, jo, se ata stadium, ja, ne bëm gabimet vetë që në start të lojës me sulmin e implementuar, pastaj gabimet ku duhej mbyllur loja. Në sfond, domethënë kameramanët kanë fokusuar me stadiumin brapa në Poloni, ai stadium nuk i shërbeu, domethënë un prisja e Poloni ndryshe, Polonia nuk ishte një ekip siç e pristim ne. Polonia ishte një ekip që deri në pjesën e parë po vëshëllej nga vetë tifozët sepse po e shikonin që s'po bënte dot asgjë. Ne ja lam terrenin pastaj, bëm gabimet vet, më vonim në detaje ku gabuam, ti themi. Po. Atëherë po fillojmë pikërisht me detajet. Xhambazi, kemi përfituar nga një moment pasigurie të mbrojtjes polake dhe kemi arritur të shënojmë gol. Natyrisht, merit e padiskutueshme edhe pse shënuam gol. Ishte ridhoj e një loje apo shfrytëzua momentin në atë rast? Mendoj që ekipi polak ishte në presion më shumë se sa ekipi ynë kombëtar. Ata 15 minutat e para bën një presion të ashpër, shumë të fortë në drejtim të ekipit tonë, duke menduar që do ta mposhtin, por ekipi ynë me atë qetësinë dhe me atë sigurinë që krijuan në fushën e lojës, krijuan mundësinë me kundërazbritjet që të shënonin këtë gol. Një gol shumë i bukur nga Hoxha, një nuatje si thuash, duke menduar që mbrojtësi polak do të gabonte, dhe ashtu ndodhi, u shënua goli dhe ekipi ynë filloi edhe të punonte më mirë, të çlirohej nga emocionet e tepërta që kishte ndeshja. Ishte një ndeshje e veçantë, një ndeshje e bukur. Do të thosha që ekipi ynë me rastet që krijoi ishte një ekip që mbizotroi sulmin si thua, sepse ekipi polak vetëm me golin me kokë të Lewandowskit, nga një gabim i portierit ton Strakosha, dhe gjuajtja e veçantë
e sulmuesit polak. Profesor, ju thoni që ishin dy momente, dy fragmente që vendosën në rrjedhën e lojës, apo kishte edhe diçka gjatë gjithë lojës ku ekipi duhet të menaxhonte më mirë? Edhe formacioni. Mendoj që ekipi polak përveç atyre dy rasteve nuk pati ndonjë dominancë në drejtim, dominim në drejtim të ekipit tonë kombëtar. Mendoj që futja e lojtarit të ri 17 vjeçar nga ana e trajnerit polak në krahun e majtë sepse ishin dy momente që mund të diskutojmë, dy momente që mund të kishin zgjidhur lojën, mund të kishte kaluar dhe 2-0 dhe mund të thuheshe 2-0 sepse ishin Bajrami dhe 2-1 në rastin e Pilot. Po, edhe në rastin, domethënë kishin dy shanse të arta për të kaluar kundërshtarin. Vërtet ashtu është, domethënë në rastet, prandaj e thash edhe pak më sipër që ne luajtëm më mirë në drejtim të sulmit sepse krijuam disa raste. Kurse ekipi polak vetëm ato 2-3 raste shënoi 2 gola. Kjo është edhe pjesë që ne themi ekipe me përvojë, ekipe me paraqitje në kompeticionet europiane dhe botërore polakët, kështu që edhe mundet i menaxhojnë ose edhe me lojtarë që luajnë në ekipe të elitës të futbollit evropian. Jo menaxhoheshin, këta menaxhoheshin me një trajner që guxonte. Një trajner që guxonte e shikonte që këta tani janë në një pozicion kaq kaotik. Për nëse do të kishim një trajner që guxonte ne. Ne do të guxonim. E shikonte që Polonia ishte kaotike, Polonia nuk po dilte dot, nuk bëzë në 2-3 aksione të sakta. Një trajner i mirë, një trajner që guxon, e poziciononte ekipin me lojtarët e dur në pozicionet e dura dhe e kishte mundësinë ta avrisë një atë ndeshje. Ne kemi një trajner që kur e shikojnë futbollistët të prerë fare që nuk di dhe ai si të reagojnë dhe boll me këta trajner që dridhen në fushë. Nuk ka, duhen trajnerë si puna e atij që ka Kosova, që është trajneri që e shikojnë njëri ata, njëri shikon ai mund të bëjë syrin ai edhe po gjermane. Po pikërisht mos është gjerman, prandaj dhe ne na duhet një trajner gjerman, një trajner që e shikon ekipin kundërshtar dhe e pozicionon ekipin ashtu siç duhet për ta goditur. E më mirë, tani çfarë bëri ky gabim? Në momentin që ne na barazojnë ata, ky mund të kishte futur pa frikë Muçin në fushën e lojës, sepse do ishte Bajrami do hoqi dhe lojtarin Hoxha. Tani shumë bukur mund të pozicionohesh e Muçi atje. Ky çfarë bën tani? Ky kur vajte 1-1, ky mendonte për pjesën e shtesave dhe fut një mbrojtës dublant Mario Mita dhe vjen. Po jo, kemi edhe duktimin vjen Pilo, prit një sekondë se qendrën do ta rregullonte ai se kishte çfarë bënte. Vjen edhe Pilo, pra bëhet me dy mbrojtësa krau, ai mbrojtës e kalon mes fushorti dhe aty nuk i ve faj fare, unë se vajti deri në sulm që e gjojti atë, ajo mbrojtësi edhe u mbet atë. Po nuk fal atë të Bajramit, sepse aty vinte loja 0-2 dhe kualifikoheshim ne. Mirë, po Bajrami ishte ai që e çoi valla ai Silvinion ja jep gjithë meritat atij për me qenë se e çoi në Europian sepse kishte një merit të themi atë çfarë. Mezi po pret profesori një sekondë ta mbaroj. Profesor tani ideja është që këta do kemi do akoma do diskutojmë ose mos. Kështu i ndodhi trajnerit të Italisë, mori të njëjtit lojtar për të kualifikuar në botëror ata që i dhanë Europianin. Ata ishin të gjithë të mbaruar. Dhe tani kur një lojtar ka 2 muaj që nuk luan, por as në stol, por i në tribun, na vjen titullar në kombëtare. Tani këtu fillojmë pastaj aludojmë. Po profesor, çfarë kishim përshë? Mendoj që ne i krijuam rastet e krijuam mundësinë për ta kaluar dhe për ta vrarë ndeshjen, por futbolli kështu është. Unë mendoj që kur krijohet rasti i falet sulmuesit, pavarësisht se e shënon ose nuk e shënon golin. Mendoj që gabimi tyre ishte i Bajramit ishte në momentin duhet ta godiste më njëherë, pasin edhe nga Hysaj, duhet ta godiste më njëherë në drejtim të portës edhe do të ishte them se 90% do të ishte gol. Ai mendovi që të triblonte një herë, ta shpinte atje, por ata 3 mbrojtësi dhe portieri e zunë tër hapësirën e portës. Mendoj që ekipi ynë dha maksimumin, ishte një ekip i denj, ishte një ekip në përgjithësi më mirë se ekipi polak, duke ditur që lojtarët e Polonisë luajnë gjithandej në Europë, në ekipe shumë të mira, megjithatë unë mendoj si lojë dhe pavarësisht rezultatit, mendoj që ekipi ynë bëri diçka. Nuk mund të them që ishte në kulmin e gjendjes, lojtarët nuk ishin në gjendjen e tyre më të lartë, si mund të thuash, por ishte një ekip që vërtet domethënë tregovi dinjitet dhe bëri një lojë mjaft të mirë. Po, Ildi, unë do të marr pak spundo nga kjo fjalë që tha profesori, ne bëmë maksimumin. Atëherë kur bëjmë maksimumin, s'ka keqardhje. Apo kishim mundësi
Nuk mund të thuash për pjesën që u bë maksimumi, por që Sepse duke qenë se i patëm këta shanset, kishin më shumë mundësi. ajo është keqardhja më e madhe, se edhe kundërshtari nuk është se na u imponua, na vuri aty në zonën tonë, e shënjestroi portën e Strakoshit vazhdimisht dhe të thuash që nuk ishin zhbani, pasi kishin përballë një kundërshtar që nuk ja dilje dot, ishte shumë lart cilësisht. Pengu i të gjithëve është që kishte përballë një kundërshtar më të dobët se Shqipëria për sa i përket asaj çka dha në fushë. Dhe kjo është ajo që e shton akoma peshën e përgjegjësisë mbi stafin teknik. Pse kjo ndeshje duhet të përgatitet me kaq frikë, sidomos kur ti e shikon që kundërshtari nuk e ka atë fuqinë për të vënë përpara. Pra i gjithë ajo bara që bie mbi Silvinjën është mënyra se si e lexoi lojën, qoftë pas 20 minutave, por edhe pas përfundimit të pjesës së parë. Po, Breton e diskutuam pak këtë, por të pashë dhe që të ndrynje në një moment kur se për formacionin, duke se ke rezerva. Mund të më analizosh? Dhe pastaj shtroj si debat në studio. Natyrisht, sepse Silvinjo, që ose ta kapim Silvinjo që nga momenti parë kur erdhi, revolucionin nga këtu e nisi, domethënë kur ka pasuar rejen Silvinjo në momentin para 3 vitesh kur erdhi në kryet kombëtares, ideja që premtovi meritokraci, pamje kombëtare që tenton të bënte pressing lart dhe në fund përfundoi për fat të keq në s'pasem Qokaxhi, po përfundoi në ata të cilët ai mendon që janë më të mirë, po jo ata që janë më në formë, gjë që e pranoi dhe vet. Pra i zgjodhëm këta lojtarë se mendojmë që janë më të mirë, tha, jo ata që janë më në formë. Tash kur arrin Atëre profesor ky është gabim. Jo ata që luajnë më shumë. Kur ti nuk arrin dot të vësh lojtarin e formës, por vë lojtari që thua është më i miri. Këtë ka diskutuar dhe ai me veten e tij, mendoj që dhe po mirë, po nuk e pam të dilte me ndonjë përgjegjësi të thjeshtë që domethënë unë gabova në këtë ndeshje, nuk arrita dot ta zgjidhja. Në konferencën para ndeshjes me Ukrainën nuk e thanë gjë të tillë. Gabimin që ka bërë mendoj unë, është domethënë ndrimi që duhet i bënte edhe Muçin edhe Brojen më shpejt, sidomos në pjesën e dytë, ndoshta dhe mund të kishte edhe ndonjë që në pjesën e parë, por le ta tolerojmë dhe themi që kaloi pjesa e parë duke parë gjendje lojën dhe lojtarë që si me formën e tyre ai mund të ndrynte në formacion dhe duhet të ndrynte jo duke i ndruar ata me 10 minuta ose me 20 minuta. Po që me të filluar pjesa e dytë ai duhet të bënte. Okej, ne po flasim këtu në studio, domethënë çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi parë, por në këtë moment e kam në linjë të drejtë për drejtë Ervi Bakun, i cili ka përjetuar nga Polonia emocionet e veçanta dhe unë Baku duke përshëndetur, do të drejtoj një pyetje të parë, çfarë emocione kishte në atë ndeshje. Mirëmbrëma Baku, të përshëndes. Mirëmbrëma ty dhe gjithë panelit. Faleminderit. Atëherë Baku, çfarë emocione të drejtë për drejta kishte në atë stadium dhe në atë ndeshje? Ishte patjetër emocione të mëdha, sepse ishte një nga 2 finalet për të prekur atë ëndrrën e botrorit, por nuk e prekëm dot. Përse? Patjetër emocione shumë të mëdha, sepse ishte një ndër stadiumet më të bukur të Europës që unë kam parë. Ishte dhe lavdi Zotit kam parë pothuajse në gjithë Europën. Ky ishte i mbyllur, domethënë ishte një stadium që është ndërtuar për kampionatin evropian, është përruar në vitin 2012. Dhe shkuam, pam, luajtëm, provuam, dështuam dhe u kthyem në shtëpi. Jemi në Valencia, Baku, ti e kthyer shpejt sepse po të ishte ndryshe ti nuk do të ktheshe këtu. Po unë kam zakon që unë nuk i kam kushtet që të ndjek dhe ndeshjet miqësore, domethënë, kështu që. Baku, ne diskutuam paraprakisht në studio para se të krijonim lidhje së bashku dhe ndoshta opinionet fillojnë dhe janë nga më të ndryshmet. Natyrisht ka nga ata që thonë dha maksimumin, dha nga ata që thonë kishim rezerva, thonë nga ata që ka gabuar trajneri, thonë nga ata që nuk u bë përzgjedhja e dur, nuk u impenjuan futbollistët ashtu siç duhet, ose u shfrytëzuan në rastet nga ana e polakëve, nuk u shfrytëzuam ne. Në tërësinë e gjithë këtyre, ku qëndroni ju? Unë qëndroj, ne kemi një gabim shumë të madh që ne bëjmë një analizë bardhëzie, kupton? Ata bëjmë gjëra. Ndërkohë që analiza nuk është bardhëzi, se ne që shkuam deri këtu, shkuam me një ekip, me një trajner, sepse futbolli është i tillë, futbolli është i pa mëshirshëm.
ty një shtyll gol të bën hero, shtyll jashtë të bën tradhtare, kupton? Dhe unë mendoj që përpara ndeshja kishte më shumë mundësi reale kualifikimi Polonia, por ashtu si erdhi ndeshja, ashtu si erdhi ndeshja ishte qardhje e madhe. Sepse të shënosh në minutën e 42 të pjesës parë, hyn në dhomat e shfaqjes me një avantazh 1-0, e bën kundërshtarin të dyshojë në forcat e veta, rikthesh nga pushimi dhe ke një rast të artë për ta mbyllur ndeshjen 2-0. Me atë rast ti e kishe futur Polonin në arkivol, e kishe mbyllur arkivolin dhe e kishe varrosur. Unë mendoj që do shkonte ndeshja 0-3 dhe 0-4, por i tillë është futbolli, nuk mund t'i kryqëzojmë Bajramin se ato raste humben, e kanë humbur dhe lojtarë më të mëdhenj në botë, por fakti që Bajrami nuk shënoi është që e ka humbur disi atë si thua habitatin e tij të golit, sepse nuk luan. Edhe po ta shikosh rasti i... Atëre ta bëjmë pak më konkrete. Atëre themi Bajrami nuk luan, Ysa nuk luan. Atëre këta janë futbollistët më në formë për t'i zgjedhur dhe kush mendon? Dhe Aslani nuk po luan. Këta janë futbollistët për t'u zgjedhur në formacion? Këta janë më të mirët, ku e pam të gjendjen e mirë të tyre? Po, sepse themi s'ka faj trajneri, s'ka faj. Po zgjidhjet e ti, a duhen gjykuar? Dgjoj, e pastaj, do vi aty. Nga ana tjetër, po ta shikosh edhe Broja, po t'ishte ai Broja që ne kemi njohur që ka shumë minuta në përkëmb, patjetër dhe Broja nuk do pasonte ke Pilo, do ta gjuante vet. Pra, ne kemi një kombëtare ku si thua ato lojtarët tanë kryesor nuk luajnë. Ai mëkati më i madh për mua është që ai duhet kishte futur edhe Ernest Muçin, edhe Anis Mehmetin, që po shkëlqejnë edhe në Turqi edhe në Angli. Po, atëherë, Baku, qëndrojmë pak të lutem. Pikërisht këtu do të fut pak në bisedë Xhambazin. Lojtarë që shkëlqejnë thot Baku dhe nuk aktivizohen. Tani? Është e drejtë. Baku më ndiq, qëndron. Është e drejtë dhe ashtu janë edhe vërtet domethënë janë lojtarë që kanë qenë shumë në formë dhe atë thamë edhe ne. Domethënë duhet bëhesh ndrimi edhe më shpejt ndoshta edhe me Brojen edhe me Muçin edhe me Mehmetin, domethënë duhet i kishte më pranë dhe duhet i kishte aktivizuar. Atëre, Baku kur themi duhet thotë edhe profesori. Atëre kur ti nuk i bën, mban përgjegjësi? Dgjoj, po më patjetër, dgjoj. Ai gaboi që kur e futi Bajramin nënç, Bajrami nuk ka luajtur kur pyk, e kupton? Atëherë ishte koha për të eksperimentuar. Ndërkohë, pa ashtu e ka menduar ai, ndërkohë që ai mund të fuste, erdhi momenti që mund të fuste nënç, mund të fuste Uzunin, që e ka bërë, edhe pse se ka bërë kur ke kontarja, po e ka bërë shumë, ka shkëlqyer ke Granada me kur ka qenë pyk. Dhe mund të fuste Bajramin, mund ta fuste këtej nga krau i djathtë dhe nga ana tjetër të fuste Anis Mehmetin. Mirë po, dgjoj, aty ku është kulmi është dgjoj, ti e pe që Polonia futi një 17 vjeçar, Pietuszewskin që luan ke Porto. Dhe po ta veçre e gjithë Polonia ndryshoi nga kjo futja. Ai e shpëtoi Poloninë, e kupton? Po, pikërisht kjo është ajo zgjuarësia e trajnerit. Po, dgjoj, sepse mua nuk pëlqen kur na thot Silvinjo që ne nuk kemi Brazili. Dhe i them, po patjetër që ne jemi Brazili, se... Po dhe Polonia s'është Brazili. Jo, po t'ishim Brazili, s'do merrim Silvinjon, do merrim Marcelotin. E kupton? Kështu që nuk bëjnë këto krahasime. Ai, mirë po, dgjoj, duhet të thënë gjërat ashtu siç janë. E di pse nuk e fut Muçin ai? Po. E di njëri aty në studio. Po hajt thuaj Baku. Na i thuaj Baku. Jo, e di njëri. Çështje menaxheri, besoj. Çështje menaxhimi. Muçi ka një barrierë menaxheriale. Po. Kështu që
Edhe Uzuni e kishte derisa e ndroi. Ndoshta ky është perceptimi im, ndoshta gaboj. Jo. Por ne pam që sa po Myrto Uzuni ndroi menaxhimin, me njëherë u thirr në kombëtare. Myrto Uzuni nuk thirrej në kombëtare kur shkëlqente në Europë. Dhe mati nuk aktivizoshe. Ose e thriste e mbante atje. Thriste e mbante në stol. E mbante në stol. Një minutë, thirret tani që është në Amerikë, që është me merit të plotë, po dua të them që unë mendoj që Muçi ka një barierë menaxheriale dhe kjo nuk është e drejtë. Dgjoj, ne e dim shumë mirë që ai që ke në studio, ai ylli i futbollit korçar i gjitha kohërave, e di shumë mirë që futbolli do dhe fat. Por e mendoni ju që pse nuk e kishte fatin këtë herë Silvinho? Ta them unë pse. Ma thuaj, është interesante. Sepse ka bërë shumë padrejtësi dhe padrejtësitë në një moment të kthehen në bumerang. Cilat padrejtësi? Ai shkoi dhe mori Yasir Hasanin. Ai e mori. Sepse tha në kombëtare do vinë ata që luajnë më mirë. Atëherë pse se mban këtë deri në fund? Shkove në Europian me Cikalleshin, nuk e thirrë Cikalleshin. Në Europian nuk thirrë as Cikalleshin, as Uzunin dhe as Baren. Në Europian shkove me Etrit Berishën. Etrit Berisha nuk mori as një minutë në Europian. Ku është sot Etrit Berisha? Pse u zhduk nga kombëtarja Etrit Berisha? Ai po shkëlqen në Suedi. Dhe gjitha këto... Ndofta se është në pjesë e menaxherëve të grupit. Jo, dhe gjitha këto, jo çdo gjë tash, mos e bëni... Se tash keni një zakon keq që në çdo gjë pastaj e kupton, keni atë zakon e keq që keni 200 javë që kritikoni Skënderbeun dhe Skënderbeu është më në parë, e kupton? Po. Do vazhdojmë... Jo çdo gjë është e menaxhimit. Unë po të them që ai është kontradiktor, ai duhet të qëndrojë një linje, sepse kur ti bën zgjedhjet e drejta, edhe fati dhe Zoti është me ty. Pastaj, Hasani, një minutë, e fundit. Hasani ty të çojë në Europian. Si ka mundësi tash prej një viti ti i pret marrëdhënie kështu me një të rënë, e kupton, sigur i pret me gërshër. U zhduk Hasani, është në tribun. Pse? Nuk e meritonte Hasani gjithë ndeshje një minutë? Baku, nuk po më le ratë në studio Petrika, Brendoni, kërkojnë me njërë tonë fjallë. Po jo më vazhdoj. Baku, edhe Arsenali është në vend të parë, po ka 200 kritika dhe bën lojën më të shpifur në Angli dhe e kritikojnë ata që e kritikojnë dhe një ndërta është legjenda Thierry Henry, që e kritikon sepse dhuron një futboll të shpifur, nuk dhuron një futboll të bukur. Dhe ne do ta kritikojmë jo 200, po 300 javë, derisa të na bindë Skënderbeu. Po ka një ndryshim të madh, mes kampionatit më të bukur në botë dhe estradës, çfarë do estrade që estradë varieté. Një minutë, ta mbaroj fjalin. Okej. Se unë jam larg, kisha aty s'lejon ty të flisja as një sekond, po jam larg. Ka një ndryshim mes kampionatit më të bukur në botë dhe estradës që ndodh në kategorinë e dytë, e parë si është ajo, ku Skënderbeu është i vetëm përballë gjithë aktorëve të estradave. Po. E do përgjigjen. Dhe është në vend të parë. Po, në rregull pra, bëj ekipin e mirë, bëj lojë të mirë, dominon në çdo ndeshje dhe le të bëhet estrada si të bëhet. O Petrika, po ai Skënderbeu ka bërë një ekip për këtë kategori. Ti përshtatet në kësaj kategorie, ti e kupton tash që ka financa të mëdha, mund të bësh një ekip me 3 milionë euro për kategorinë e parë. Jo, rikthehemi te kombëtarja po me Brendonin tani. Brendon. Vini mirëmbrëma. Meqense the pak më parë çështjen e Muçit dhe unë jam dakord me ty për atë pjesë. Po, si e mendon ti se ti dhe ke përvojë, ke parë dhe shumë trajner kombëtarësh që kanë ardhur, që kanë ikur dhe nga këto historitë ke dëgjuar, ke përjetuar shumë. Mendon që është thjesht me kokën e Silvinhos kjo apo është më lart se Silvinho? Unë besoj se është me kokën e Silvinhos. Dgjoj, për një gjë ka merit ky trajner. Se trajnerët e tjerë vinin, rrinin nga 5-6 ditë. Baku kishim te Depiazën që na shkonin në Europian tani. Punë ndryshe. Dgjoj, ka patur trajner që
ka qenë ai Arja Han. Ai Arja Han vetëm verë pinte, donte verat shtrenjta. Këto tjerët vinin, rrinin nga 5-6 ditë, ikin. Ky vjen në 8 të mëngjesit, ikën në 5 në mbrëmje, s'ke që i thua. Mirë po, vjen një moment që ti duhet, qofse ti do ta vendosësh, pse ecën Kosova? Kosova ka lënë në stol Zhegrovën, Rashicën, pse? Ai ka thënë, dëgjoj, do luajnë më të mirë, do luajnë ata që luajnë në kampionatet e tyre. Kështu që këtë mbahet deri në fund, sepse dëgjoj, kur ti bën zgjedhjet më drejta, për shembull sot, e gjithë shqiptaria, e gjithë 10 milion shqiptar, po të pyesësh, të 10 milion do të thonë që lojtari më i mirë i momentit në Shqipëri është Ernest Muçi. Atë Ernest Muçin ti ta provosh vetëm 7 minuta, kjo është një tallje me të madhe për mua. Është për të shpërndajur me ne. Po, Baku, pyetja ime e fundit është dua pa shumë komente. Silvinjo e meriton për një kontratë radhe apo jo? Unë mendoj që duke padur parasysh që ky është zhgënjimi i dytë i radhës pas dështimit, sepse dëgjoj, unë nuk hyn nga ata që thonë ne u paraqitëm mirë, na iku jeta duke u paraqit mirë, e kupton? Po, unë bie dinjitoze kishim dikur. Unë eliminimin e quaj dështim. Po, që në grupe. Kualifikimin e quaj sukses. Po. Pra, duke padur parasysh që ky është dështimi i dytë mbas dështimit në Ligën e Kombeve, unë mendoj që Silvinjo e ka mbyllur ciklin e vet, por duhet i themi një faleminderit me fat. Natyrisht, gjithkush që punon meriton t'i thuaj një faleminderit, ashtu si do të them edhe unë ty faleminderit në këto momente për të lidhje që patëm së bashku, natyrisht do të kemi mundësinë të jemi edhe në studio. Faleminderit Ervin Baku, të falenderoj pamaz. I mrekullueshmi gazetari Ervin Baku ishte me ne në këto momente në lidhje të drejt për drejt. Çambazi, Baku flet hapur, ndofta edhe për shumë gjëra mund mos. Nuk duhet rënduar kaq shumë, mendoj unë, nuk mendoj, sepse në këto 2-3 vite ekipi ynë kombëtar ka bërë ndeshje shumë të mira, ka bërë dhe ndeshje të dobta, ka vend për të lavdëruar, ka vend edhe për të sharë dhe për të kritikuar. Dhe mendoj që në përgjithësi Silvinjo ka bërë një hap të mirë, një hap, do me thënë... Profesor, ne kemi qenë dhe në Europian, dhe unë do thosha që të jesh në Europian, të marrësh pavarësisht rrethanave se si erdhen, dhe Debiazi për një punë të mirë me këtë ekip që arriti tek kombëtari. Ne prisim një stad më lart kur thamë ne morëm Silvinjën apo Eldi. Po e vërtet është, po besoj që edhe Merita nuk duhet ja marrë, krijoj një lloj filozofie pune, arriti të ndërtonte një kombëtare ambicioze. Kjo është kombëtarja jonë, sepse a mbaroi cikli Silvinjos, unë mendoj se po, cikli ka mbaruar dhe nuk është se... Unë kam qenë me trajnerin kur shkuam në Europian, e kam dashur dhe nuk, domethënë shikoja dot asnjë të mangët ai. Kur shkuam në Europian përsëri nuk e kam kritikuar, pavarësisht se në Europian ne patëm mundësi shumë të mira për të kaluar më tej. Nuk e kritikova fare. Loja e tij, mënyra se si organizonte lojrat dhe frika e tij që un pash në Europian që nuk e kishte në eliminatore, shkuam deri këtu, sa ne eliminuam një Serbi e cila ishte në ditët e saj më të këqija dhe vazhdojmë po jepnin merita. Silvinjos mirë, unë e shikoja gjithmonë me rezerva dhe arritëm deri në atë pikë. Që mbaruam me rezerva. S'kam më rezerva, është trajner frikanac, nuk na duhet një trajner frikanac, na duhet një trajner i mirë. Jo, është frikanac, profesor, me këta trajnerët frikanac nuk ecën. Do mbetemi, më beso se ti me gjithë respektin ti je më i mirë se ç'duhet. Domethënë ti e ke si karakter, me karakterin tënd të bën edhe që ti analizosh gjërat nëpërmjet mirësisë që ti ke. Që Bajrami po të kishte shënuar atë gol, do kishte ndryshuar 100% dhe Silvino do ishte eroi. Ke shumë të drejtë, Se futbolli kështu është. Jo. Unë bëja emisionin thashë them me sport 2 orë përpara ndeshjes dhe kemi parë formacionin që do të ishte në fushë. Treshja e para që kishte vënë Jalla Polonis, lojën përpara, ne do të shfrytëzonim. Ke të drejtë. Domethënë patjetër që atë që thamë duhet të t'i ndryshonte më shpejt, duhet t'i jepte dorë Muçit më shumë, ndoshta edhe Brojs pak më shumë, sulmin duhet ta shikonte, ta freskonte, si thua, të bënte ato ndrimet atë që tham, që ndoshta që pjesë e parë, ndoshta edhe Muçin edhe që në fillim, ne i themi këto. Por të arrish to me dhe në ty është të play-off, ty është në Evropian, të kesh disfatë në
në atë pikën e kontrave. Do me gjithmonë. Gjithmonë ore shko, ne ja japim meritën mo. Patjetër mo ja japim meritën, po i mbaroj cikli këtij trajneri. Të flasë Bonjeku për Shqipërinë dhe të thotë ato fjalë që ka një mbrojtje shumë të mirë, shënon pak, por luan shumë mirë, nuk e thotë nga se duhet ta thotë. Patjetër mo. Më kupton. Nuk them që duhet, edhe unë jam me atë mendim, domethënë, ajo e mbaroi ciklin. Po pra. E kupton. Domethënë këtu e mbaroi, pse se nuk e arriti atë objektivin që kishte. Meritat ne ja japim. Se edhe në fushë duke sikur ai zjarri është shuar, nuk e kanë futbollistët atë harmoninë, atë grintën, ka pak kënaqësi. Marrim rastin e Ramadanit, po për shkak edhe të mos aktivizime. Rasti i Ramadanit u kthye në një çështje, madje lojtari ka debatuar me trajnerin edhe pak edhe nga mërzitja në lidhje me zgjedhjet. Nuk ka shankuar për veten, po epiqendra ka qenë mos aktivizimi i Muçit, pra duket se si Muçi, si Mehmeti, por edhe Ramadani janë tre lojtarë që dhe për ironi të fatit dy nga këta lojtarë, pavarësisht se në njoftimin zyrtar është thënë që janë larguar për shkak dëmtimi, unë kam ato dyshimet e mia që kemi të bëjmë me një lloj pakënaqësie dhe kur ka të tilla pakënaqësi në ekipin kombëtar, besoj se është në dëm të skuadrës dhe në këto raste më e mira është që t'i jepen duar trajnerit dhe të shikohet një ndryshim të frymës. Nuk mund të ndryshosh 15 lojtarët, nëse nuk duan trajnerin, dhe është më thjesht të largosh trajnerin dhe trajnerin. Që këtu fillon kjo profesor më fal. Kjo fillon që te pjesa që ndron menaxherin bëhet titullar. Se duhet ta themi për publikun interesant është fakti se trajneri Silvinho është në menaxhim nga Fali Ramadani, një nga menaxherët më të mirë dhe pjesë e këtij grupi menaxhmenti është dhe Myrto Uzuni, i cili së fundmi kalon me këtë dhe kjo është ajo. Ekipi kombëtar nuk e kemi as për çokat e Silvinhos, as për çokat e lojtarëve. Ai është krenaria jonë, është krenari kombëtare. Se duket sikur tani kombëtaren po e drejton ky grupi menaxhmenti që ka dhe në menaxhim trajnerin Silvinho, pra duket sikur kemi të bëjmë me një grup të strukturuar këtu që po punojnë për interesat e veta dhe kjo është shumë e kombëtare të mëdha këto profesor, ndodhin edhe tek të mëdha, jo vetëm në Shqipëri. Nuk e kam të qartë. Kur në mes miliona euro, atëre lëkunden edhe ana njësore, se bëhet fjalë për 30-50 miliona. Në Spanjë e ca të tjera, mos e zëmë. Lere se kemi temë. Unë për Silvinho doja të thoja një gjë. Ka meritën për progresin që arriti, po kombëtarja u bë më e madhe se sa Silvinho në këto momente, pra nuk arriti të edhe atë hapin cilësor. Nëse kombëtarja lojtarët e hodhën atë hapin cilësor që të bëhet një skuadër më e madhe në vazhdim, trajneri nuk u rit me të njëjtin ritëm si skuadra. Atëherë pyetja ime, domethënë e fundi për të shtruar është duhet vazhdoj Silvinho një kontratë të re? Për mendimin tim e mbylli ciklin, sepse po ti kishte vazhduar me meritokracinë, edhe sikur të ishim eliminuar, do isha dakord të vazhdonte. Profesor? E thash, e përmendaj pak më sipër, domethënë që ai e mbylli ciklin dhe duhet nuk e realizoi objektivin e tij, duhet lërë të vi trajner tjetër me radhë. Duhet ta themi që janë duke qarkullua dy emra. Domethënë se ne Jese ili na zbuloi një emër. Dy emra big janë duke qarkulluar së fundmi, është Stefano Pioli, ish trajneri që shpalli kampion Milanit, dhe Alessandro Nesta, një emër pak më pak i madh në trajnim, por ndërkohë që në fushë ka arritur të bëj sukseset jashtëzakonshme. Të ka morëm thashë themit, por tani të pash që sikur me ato që tha Ildi me këta dy bigët i sigurisht në këta dy bigët. Jo, vazhdon ky tradita e trajnerëve italianë ose që flasin italisht, se kuptoj këtë mo. Çfarë është kjo mo? Po çfarë do të Ka flasen? pak shkolla ka mo, pak trajner ka. Çfarë do të flasen mo? Kë gjuhë aty? Në gjuha mbeti trajneri. Po ka do ti që si do, italianë. Merë gjerman si mori Kosova, merë unë kur them gjerman, unë jam me Barcelonën tifoz, kujtoj Flikun edhe e di disiplinën. Po pasëm edhe Brigilin me kombëtarën tonë edhe. Mirë se qen kora të tjera. Disiplina, nuk ka nga këto grupet. Domethënë do ketë një harmoni tjetër në këto dy emra që Ildi na i tani më sa. Mediokër për mua. Mediokër. Brendon? Për emrat. Po. Nesta është niveli pak a shumë kur u mor Silvinho, pra një trajner që ka qenë ish lojtar në klube të rëndësishme, Nestas patjetër një nga qendrëmbrojtësit më të mirë të botës dhe të historisë, po si trajner nuk ka CV shumë të lavdishme.
Unë them le të qetësohen, të mbaroj edhe kjo ndeshje. Ta lëm për në korik, ta lëm për në vetë. Jo për korik, për korik, nuk them për në korik. E di ç'është paradoksi? Që të mos bëhen zgjidhje shumë të shpejta dhe të ndoshta pak të gabuara. Janë në 2 ndeshje miqësore të parashikuara për në qershor. Nëse mbani mend, thjesht për hir të kontratës, Federata mbajti Rejin, megjithëse Reja do ikte dhe luajti ndeshjet miqësore në nëntor dhe pastaj erdhi Silvinjo. Dhe unë kam përshtypjen do përsëritet pak a shumë i njëjti skenar. Ka deri në korik. Jo, se u përgatit me idenë që nëse shkojë në botror dhe kishte kontratë me gjithë. Spektator do. Kështu që dhe 2 ndeshjet e qershorit është mëkat t'ia dikësh trajnerit të ri që se mund të bëjë një çik eksperimenti një grupin të fillojë të punojë. Tani regjia do më ndihmoj me fotot e të gjithë lojtarëve të ekipit ton kombëtar. Një nga një dhe dua nga një koment për të gjithë çfarë note i vini dhe një analizë të shpejtë. Të lutem regjia, fillojmë me foton e parë. Të cilët do ta kemi në këtë moment në ekran, në monitor, na ndihmojnë dhe ne do diskutojmë pikërisht për të thënë se pra, kalojmë foto Strakosha. Ildi shpejt. E ngatrove me baban nëse. Thomas Strakosha. Po për sa i përket ndeshjes me Polonisë, mendoj se nota 4.5 ishte një ndeshje zhgënjyese, pasi në 2 raste që duhet të tregonte ato reflekset e veta, si te pjesa e golit Lewandowskit, por edhe te goli Zilinskit ishin të 2 raste që duhet... Ne do të kalojmë her pas here tek fotot, pasi kemi lidhje me sa duket në këto momente, regjia më njofton, kemi në lidhje Fatmir Refice në këto qaste. Fatmir, mirëmbrëma. Duket se do të presim edhe pak, derisa ta kemi Fatmir Reficen. Pra me Strakoshën për mua nuk e kalon klasën. Nuk e kalon klasën. Ka bërë paraqitje shumë të mira te ai ku këto kohët e fundit, ka qenë në formë sa s'kishte ku të vinte më dhe na zgjinjen atje ku nuk duhet. Brenda? Jo, për mendimin tim ai ishte domethënë një gjysmë gabim, se për mendimin tim s'ka përgjegjësi totale vetëm e portierit, okej që në zonë të vogël goli i parë, për golin e dytë nuk mund të them gjë se goli i dytë s'kishte portier që e priste atë. Po jo, duke qenë se që distancë largë. Po prapë nuk e vështirë. Të gjuan dhe lojtar që gjuan. Një koment? Unë them në golin e parë kishte gabim dhe ishte plotësisht gabim i tij, sepse topi me Florudhën që mori gjysmë metro nga mos harrojmë, kemi një Lewandowski para. Dhe i shpëtoi dhe Gjimshitit, markimin që i Gjimshitit. Ishte para edhe kurse në golin e dytë mendoj që nuk kishte faj, sepse Lewandowski e nuhat sulmuesi që është ujk i vjetër në zonë. E nuhat pikën e dobët. Kalojmë tek foto e radhës. Kalojmë regjia pak shpejt lutem tek foto e radhës. Kemi foton e dytë, do të analizojmë të gjithë lojtarët, por duket se qëndrojmë tek porta, megjithëse tashmë kalojmë tek Kastrati. Ti rezervës nuk e pam të aktivizohet në këto eliminatore, kështu që s'kemi çfarë. Duhet kishte diçka më shumë? Apo jo, për mendimin tim jo. Edhe ftesa ishte e tepruar, pasi duke qenë se kemi dhe Alen Sherin pjesë të Kalje. Okej, kalojmë tek foto e tretë. Foto e radhës. Jemi tek porta, kalojmë tek foto e radhës. Duket se Strakosha është i padiskutueshëm për sa i përket midis portierëve patjetër. Të paktën për momentin. Lutem regjia, foton e radhës. Po, kemi Mario Dajsenanin. Jemi i mirë në Shqipëri. Për në Shqipëri vërtet është portieri më i mirë, ndam të mirët, domethënë, por për me ekipin kombëtar akoma sepse ka një në portë një. Po, domethënë nuk arrin dot. Foto e radhës. Pra, Dajsenani nuk arrin dot të mundë Strakoshën, kështu që domethënë është zgjidhja më e mirë. Por regjia, ikim tek foto atë hapin që të gjithë presin në karrierë, një transferim në futbollin evropian. Nxes më çon Mojnan. Elsej Dysaj. Elsej Dysaj, për mua s'duhet ishte fare në fushë. Elsej nëse ka një futbollist që na ka surprizuar duke bërë atë raportin me minuta që ka luajtur, ai absolutisht është Ysaj. Në ndeshjen me Polonin bëri një paraqitje vërtet shumë pozitive, duke pasur parasysh edhe rastin e asisit që i dha Nedim Bajrami, dhe nuk është se asi shumë problematika, pra ne të gjithë prisim atë Ysajn me pak minuta dhe ta harruan, ndërkohë që në kombëtare këto 4-5 ndeshjet e fundit e ka treguar që po treguan me një lloj pjekurie. Eksperienca dhe përvoja e tij e bëri që të luante mjaft mirë. Në krahun e djathtë domethënë nuk patëm ndonjë dha dhe atë momentin për gol që mund të jo, po dhe nuk stonoi në mbrojtje, në detyrën kryesore. Brenda është lojtari që ka më shumë gola tek ekipi ynë kombëtar. Kush? Më shumë ndeshje? Ndeshje, jo golat i ka Bogdani. Ndeshje po, e kaloi dhe Canën që mbante rekordin që në eliminatore.
Për mendimin tim, duke parë sezonin që po kalon të Ysaj te Lazio, kisha frikë që mund të stononte që gjatë eliminatoreve, jo thjesht tek ndeshjet e Polonin, po fatmirësisht më ka surprizuar për mirë Ysaj këto eliminatore, pra ka arritur të mbajë një nivel kompetitiv shumë më të lartë se sa që mund të prite nga i lojtar që nuk ka marrë minutat e nevojshme, kështu që e meriton besoj të kaloj klasën. Po, ndërkohë, para se të kalojmë tek foto e radhës, regjia më njofton që kemi një lidhje në këto momente me Gjergj Vyshkën, mos gaboj. Vyshk, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni në studio. Regjia më dha shpejt foton tënde, thash ç'është ky lojtari kombëtare që më doli tani se u po diskutonja, po thashë do një ata nga ata që është bërë padrejtësi do jetë ky. Por ndërkohë në gazetari jeni informacion. Jam me shiritin e kapitenit. Je kapiten në gazetari? Kombëtari gazetar. Atë, kombëtari gazetarëve Vyshkët, po për e trajnje nuk e di këtë do marrësh, po edhe ti do t'i marrësh me miq. Më thuaj. Atëre, kjo kombëtare, na zgënjeu, na bëri krenar, këto ishin mundësit apo prisim më shumë? Shiko, unë për hir të vërtetës kam pranuar këtë që kjo ishte ndeshja më e mirë që kemi bërë në periudhën e kualifikuesave të kampionatit botror 2026, për mënyrën e interpretimit dhe të guximit për ta luajtur hapu dhe për të qenë përpara dhe Vyshkë, sa tek të guximin Petrika këtu. Ku e lojtë për këtë ndeshje? Ku e pe guximin thot? Të lutem. Kemi luajtur një 4-3, kemi luajtur një 4-3-3, që e kemi mbajtur tension dhe mbrojtje kundërshtare, se nuk është rasti gabimi Bednareku te goli i Arbër Hoxhës. Nuk është rasti pjesën më të madhe të lojës deri në momentin e barazimit që Zielinski dhe Polonia nuk organizote dot, dhe Lewandowski që u vendos në hijen e Gjimshitit dhe të Ismailit dhe që ishte ineksistent deri në momentin e pësimit të golit. Mos harroni vetëm kaq, që vetë Polonia ka pranuar me specialistët e futbollit polak që nuk i takonte Polonisë të kalonte në raundin tjetër. Kaq mjafton për të thënë që kjo ishte ndeshja më e mirë kualifikuese, sepse ne kemi ardhur deri tek Polonia pa bërë asnjë ndeshje dhe asnjë lojë. Kemi marrë një penallti me Letoninë, kemi marrë një penallti që na humbi mana me Serbinë në Qemersafa, ishte rastësia që bën golin dhe morën 3 pikëshin me Serbinë dhe po kështu edhe me Andorrën kemi fituar me golin e Aslanit pa bërë lojë. Po, Vyshkë. Neve në ndihmoi fati, të lutem Romi, ne në ndihmoi fati që zum vendin e dytë në grup. Po. Vyshkë. Sepse krahasuar me kualifikuesit e Europianit 2024, ne kemi fituar me Poloninë 2-0, kemi fituar me Çekin 3-0, kemi barazuar me Çekin në Prag 1-1. Ne shquheshim për goditjet dhe golat nga distancë. Këtë herë kemi shkuar tek Polonia në play-off duke marrë më shumë penalti dhe duke përfituar nga aksione të rastësore dhe individuale. Po, Vyshkë, në këtë vështrimin tuaj, Silvinho duhet vazhdoj më apo këtu kontrata mbyllet dhe nuk duhet vazhdoj më? Në analizën tënde. A duhet vazhdoj Silvinho? Silvinho në një farë mënyrë i zgjodhi lojtarët e tij dhe unë besoj që në humbjen e rastit të Bajramit, në humbjen e rastit të Pilos, ndoshta mund të ishin zgjidhur individualisht edhe nga Hysaj, edhe nga Broja, unë kuptoj që ai u tradhtua nga besnikët e tij brenda grupit. Pse? Sepse humbja e rasteve në mënyrë aq naive, në një ndeshje që ne kemi ndorë, tregon që ne mbetemi akoma me staturën një ekipi të vogël dhe që nuk mund të ecim para. Okej, atëherë si përfundim, s'ta kuptova Silvinho e mbylli ciklin. Apo ja? Në mungesë, atëherë, pa të diskutuar edhe me disa miqtë e mi. Në mungesë të një trajneri që është i kripur në çmim, Silvinho mund të jetë më i lirë për buxhetin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Po pse më, po t'jetë për shembull Daja që ka i shtrenjtë Daja? Ne jemi gjithmonë partizan të trajnerëve të huaj. Atëre, dëgjoj Ildi pak, cilët janë dy kandidaturat. Po, së fundmi kanë qarkulluar emrat e Stefano Pioli dhe Alessandro Nestës. Tani Vyshkë së më thosh.
janë të dy emra prestigjos, po janë shumë më të shtrenjtë se sa Silvinho. Mos harroni që Pioli shkoi deri në Arabi Saudite për të servitur. Ska, më falë, më kaq problem. Po Besnikasin si e shikon si alternativa, a mendon se ka të potencialin për të drejtuar kombëtare? I ka rënë këto vitet. Janë ende të ri për të provuar, megjithatë mos thuaj kurrë. Jo, unë çuditë me këtë mungesën e fondeve nga federata për një trajner cilësor. Sepse federata ka korrur suksese, ka fituar shumë lek, fiton, vazhdon, ka bërë shumë gjëra. Problemi është Petrika, çfarë grup lojtarësh kemi ne që të ofrojmë trajner cilësor? Po më ka trajner cilësor. cilësor Më të mirë në botë, po që vinë, dhe sepse ne kemi vërtet lojtarë të mirë momentalisht. Sepse të pranojmë edhe një gjë tjetër, krahasim me Kosovën. Ne Kosova ka një ekip shumë më të fuqishëm dhe më me minutazh dhe më me nuhatës golash në sulm. Vishka dhe Rashica aty vetën në stol këtu do ishin titullarë, po së fundi, Vishka dëgjoj pak. Së fundi presidenti i Federatës Turke tha, në qoftë se ne do të mundim Kosovën, unë do të bëj dhuratë gjithë futbollistëve nga një vilë. Po, e vërtet. Po atëre? Po ky toni pse s'më nga një vilë kështu? Po Shqipëria Kontarens duhet të premtosh nga këto në kampionatin evropian dhe ja. Kaq. Po ka që të thash, neve u ndëshkuam nga gabimet individuale ndaj Polonisë dhe u ndëshkuam nga ajo që mbetemi ende të vegjël brenda vetes tonë. Jo, Vishka, di ku është diferenca tonë me Kosovën që tek Shqipëria Zhegrova dhe Rashica nuk do kishin qëndruar në stola të ndeshje, do kishin luajtur titullar se luan emri, nuk luan forma lojtare. Po Kosovë llogarisin çdo 1 minutë që ka luajtur për skuadra lojtare. Po, pa i Gallopenin e ka marrë që kur ishte tek U19 e Prishtinës ai foda. Domethënë pa luajtur akoma me ekipin e parë të Prishtinës. Edhe një dy të tjerë që s'ishin të njohur fare, apo dhe kur ishte Rahmani dhe këta tek Ballkani dhe tek Drita luanin që para se tiknin jashtë, pra që nga kampionati kosovar, që duhet thënë që nuk është ndonjë kampionat super elitar në Europë. E megjithatë ato u bën lojtarë të mëdhenj kur dolën në Europë. Vishka, pyetja ime e fundit për ty. Si e parashikon Turqi Kosovë? Si e parashikoj, Kosova është skuadra e tipit një gol më shumë se sa kundërshtari. Fiks. Dhe për mua në llogarit duke mbështetur talentin dhe individualitetin e Kenal Ildis, Arda Gülerit dhe Hakan Çalhanoğlu, për mua është sfidë 50-50. Unë shpresoj që Kosova mos harrëmbej ambienti dhe dëshira e madhe të shkuar në botror. Okej, Vishk, falenderoj, ne do të flasim edhe pas sa ndeshje, natyrisht do të flasim edhe për zhvillimet e mëdhenjshme. Faleminderit Gjergj Vishkat, falenderoj dhe të uroj punë të mbar, se di që je në punë. Duke punuar, ishte Vishka, gjithsesi patëm lidhje. Profesor, ne do kalojmë tek foto e radhës, por të qëndrojmë pak tek ajo derisa regjia të më bëj foto. Po më mirë, Romi, merremi me Kosovën me fotot e kombëtares ata na mërzitën aq shumë sa më mirë merremi me këta që mund të shkojnë në botror. Jo, më fal, se të ndëry. Jo, regjia do bëj punën vetëm ja foton e radhës. Okej, le të jap ata aty tash. Ata unë si shikoj dot në aq. Po, atëre kalojmë tek foto e radhës regjia. Balliu. Pak ka luajtur. Edhe si vjedhe tek Rajo Vallecano është në stol nuk ka luajtur. Foto e radhës. Në rënë i ball. Ecim regjia, të lutem pak shpejt. Ecim njëra pas tjetrës, më jep të gjitha fotot dhe duket se, shiko, sa po fillojnë dalin pak tu themi. Domethënë kë kemi ne një lojtar që shiko, po ti për minuta që luaj rregullisht, lojtarë që u aktivizuan, prandaj minuta që luajnë rregullisht. Lideri i skuadrës, lideri i ekipit kombëtar. Vazhdon të jetë shtyllë e rëndësishme, fati keq, siç ishin ato lotë e Uzunit që tha ishte shansi i fundit dhe për gjëja që merrti më shumë keq për Gjimshitin. Siç merrti keq kur e la Debiazin 2016-ën jashtë listës përfundimtare dhe këtë rast sepse shansi i fundit për shkak të moshës nuk do ketë shansin të tentojë përsëri. Respektojmë edhe lidhjen e radhës që kemi në këtë momente. Kemi Fatmir Efisën. Fatmir, mirëmbrëma dhe të përshëndes. Mirëmbrëma Romeo, ju dhe të ftuarve tuaj. Folëm shumë përpara ndeshjes Shqipëri-Poloni, Fica. Tham shumë një ëndër që do të vazhdonte me ndeshje tjetër, por duke se gjithçka u ndërpren në mes. Në këndvështrimin tuaj, pse ndodhi kjo? Unë mendoj që prezantimet tona kanë qenë reale për të shkuar në një ndeshje kaq të madhe si kjo me Polonin. Por me gjithë të rrjedhën e ndeshjes, në veçanti pas kalimit tonë në avantazh, aty Shqipëria ka patur në dorë gjithçka.
shanset, mundësit, temperamentin sportiv, të cilin për fatin e keq e mbajti vetëm pak minuta në tonus në fillimin e pjesës dytë, kur mund të 2 fishonte dhe 3 fishonte. Këto shanse ne nuk arritëm me modestin tonë si kombëtare t'i shfrytëzojmë si duhet, dhe kundërshtarët na panë që jemi vërtet naiv në cilësinë e vlerave tona sportive, na sulmuan, shënuan 2 gola ndaj nesh, kur e vërteta është që skuadra jonë pas pëcimit golave merr një rrjedhë tjetër, merr një ngjyrë tjetër, merr një format tjetër, bëhet shumë e dobët, shumë e bërisht, çka në një farë mënyrë ja lehtësoi polakëve fitoren e tyre. Dhe fitoria erdhi nga këmbët e arta, nga mendja e ndritur e 2 yjeve që ka sot Polonia aktualisht, pikërisht nga njerëzit që vërtet dallohen në futbollin. Njëri në Barcelonë dhe tjetëri në Itali janë potenciale sportive që i ka zili Evropa, jo Polonia. Fatmir, këto ishin mundësit tona maksimale, apo kishim aftësi dhe mundësit të fshehura që nuk u shfrytëzuan për faktin e drejtimit nga trajneri, apo vetë lojtarët për shkaku edhe pse në ekipet e tyre nuk kanë shumë minuta lojë? Tani, fajtor kur rezultati të keq bëhet trajneri, po unë mendoj që 3 çerekët e fajt i kanë lojtarët që luajtën fush, por në veçanti ata që shpërdoruan shanset ideale. Këtu mund mos e fajtoj lojtarin e ri që erdhi, që luajti për herë të parë, por lojtari tjetër, Bajramaj, është ai që vërtet patin e dorë, patin e Shqipërisë. Nuk arriti ta çojë skuadrën me një avantazh të dyfisht dhe kjo pati ndikimin e vet, por ne duhet jemi me këmbë në tokë. Në çdo anë ta marrim, Polonia ka një futboll natyrisht shumë herë më të mirë nga skuadra jonë kombëtare, por ne edhe këtë moment të artë, që për fatin e keq ne nuk është se momentet e arta i kemi me shumicë, ne në një pakicë kohë i kemi, madje unë kam këtu bilancin e Shqipërisë në 100 ndeshjet e fundit, kemi marrë 40 fitore, sepse në gjitha periudat e tjera, fitoret tona kanë qenë vërtet të pakta dhe do të thoja tepër të vështira, dhe cili do kundërshtar që kemi luajtur. Fatmir, ne kemi thënë që mos pësojmë shumë gola me shumë ekipe, domethënë kohën përpara, tani duket që jemi ne ata që pretendojmë, e pse jo për të qenë edhe pretendent në një kampionat. Ndërkohë, Fatmir, dua një opinionin tuaj tani pasi kemi Kosovën, kthehemi tek realiteti. Turqi-Kosovë. Turqia është një skuadër shumë me përvojë. Kosova ka entuziazmin, ka dëshirën, ka ambicien, ka grupin e mirë, që në këto momente që flasim vërtet ka bërë xhirën e botës me rezultatet shumë surprizante në veçanti në transferta. Por, me Turqinë, do të thoja, do t'i hasi sharra në gosh, si që thot populli. Turqia, unë e kam parë edhe ndeshjen e kaluar që u luajt në Kosovë dhe e panë kosovarët se sa e vështirë është të ndeshësh me një rival si Turqia në veçanti në këto kushte kur nuk donë do të thoja motivim tjetër, sepse fiks pas kësaj ndeshje shkohet dhe vështrohet SBA-ja, vështrohet Meksika, vështrohet Kanadaja. Pra janë 3 shtetet ku do organizohet botërori 2026 dhe ky shans është i tillë që nuk duhet humbur. Po Fatmir, falenderoj për opinionin që më dhet. Faleminderit shumë, natyrisht ne do të takojmë. Suksese Shqipërisë dhe Kosovës nesër. Okej. Besojmë edhe ne bashkohemi me këtë urim që bëri pra i madhi Fatmir Refica pikërisht në këto momente me këtë opinionin e vet. Faleminderit Fatmir Refica, të falenderoj dhe të uroj një natë të mirë. Natë të mirë juve, faleminderit. Profesor, të gjithë të paktën me të lidhje që kemi kapur deri në këto momente thonë që Turqia është diçka më një marsh më shumë se Kosova. Apo në futboll nuk dihet. Atë që se bëm ne mund ta bëj Kosovë. Pedrika do të thotë profesori sa i mirë. Marshi nuk është se është me një marsh Turqia më shumë, thjesht mund të ketë më shumë cilësi, po Kosova është një ekip që do të jap shumë probleme Turqisë dhe un kam shpresë se mund të kualifikohet. Lëvizje. Mos harron që edhe për Turqinë është një ndeshje historike, pasi ka qenë nga viti 2002 që nuk kualifikohet në kampionatin botëror, që nga 2002 i famshëm kur zun vendin e Tremra, shumë të mëdhenj dhe syt e të gjithë kombit të Turqisë janë te kjo ndeshje. Them
që Turqia nuk është në atë nivelin që duhet. Po natyrisht, sepse po të ishte në atë nivel nuk do të ishte ishte në grup me Spanjën që e vështirë të zinte vendin e parë. U kualifikua si puna jonë dhe ekipeve të tjera, domethënë nuk është në atë. Spanjën thotë Brendoni. Edhe ne kishim Anglinë, kështu që ai vendi i parë në grupet eliminatore të botrojt është i vështirë të kapet. E gjejmë më njëherë për të justifikuar. Po ta rinim ne të kalonim këto, profesor. Unë them Çalhanoğlu'ja një herë me lojën që bëri pardje, edhe me atë gjendje fizike që kishte, bile kërkoj dhe ndrim. Dhe duke e parë Turqinë, domethënë pak të tillë, domethënë që e nënvlerëson pa kundërshtarin, mendoj që Kosova me grupin që ka, me repartet, sidomos me repartin e sulmit dhe me një portier shumë të fortë, me golat që shënon, mendoj që do të japë shumë probleme dhe e them me plot bindje që ndeshja është 50-50. Nuk mund të themi që e ka të lehtë Turqia apo e ka të lehtë Kosova. Mendoj me këtë entuziazëm që ka ekipi i Kosovës, them që do të jetë edhe ndonjë surprizë e këtyre ndeshjeve kualifikuese. Pozitive është fakti që do ketë grupin e plot. Një komunikim me Regjin, pasi jemi drejt për drejt dhe gjërat të tilla ndodhin. Regjia, lutem, mund ma kthesh përsëri Fatmire Ficën në linjë, në momentin që do të kem në pistën e dytë të ciklistët. Të lutem, edhe një herë kontaktoni me Fatmire Ficën ta kem pak në linjë, sepse më duhet. Po. Jo, pozitive është fakti që trajneri Foda do të ketë grupin e plot të lojtarëve në këtë finale që në shumë media kosovare me të drejtë është cilësuar si një pavarësi e dytë, në qoftë se Kosova do të arritja dalë, atëherë do të jetë një moment i jashtëzakonshëm që paralelizohet me atë të ditës së pavarësisë. Do të fal nga një vilë gjithë lojtarëve. Po thon 24 vjet pa vajtur në botëror, kështu që nga një vilë e meritojnë, po e meritojnë. Shiko, janë shtete me buxhete shumë. Jo, ai thotë do të jap buxhetin im, thotë, nga buxheti im personal, thotë. Kështu presidenti federal. Edhe te Kosova ka një premie që shkon 1 milion euro. Ne diskutojmë trajnerin 1.5 apo 1 milion euro me gjithë stafin. Ai thot nga një vilë, thot për secilin. Tash nuk e di. Tash vende ndryshme ekonomike na shko, për mua kombëtarët. Po i më thot i kam nga buxheti im. Presidenti, e marr vesh do ketë biznesi i tij personal me çfarë merret ai është tjetër gjë. Shiko, për mua në botë, profesori Turqisë. Kosova duhet t'i ruhet një gjë, sepse është skuadër që euforisë po dhe entuziazmit, jam dakord me atë që thanë pak më parë. Po dhe pjesës të kujdesit në mbrojtje, pra duhet bëj një ndeshje në thonjza paksa jashtë natyrës Kosovës këtë herë. Nëse Kosova përgjithsisht mundohet të luajë hapur, të vërë në presin kundërshtarin, këtë herë Foda për mendimin tim duhet të ndjek paksa një ndeshje më të kujdesshme, më taktike. Nuk di. Nuk e bën dot Brendo. Që ti ruhet, domethënë Turqisë sepse jam i bindur që në rast se Kosova e zë në kundërshturm Turqinë, mund t'i shënojë ato rastet e saj. Sepse ka dy sulmues Muriqin dhe Atlani në super formë. Një trajner që luan në këtë lloj forme nuk di të mbrojë. Po them të dalë tërkohës në sulm, po them të jetë më i kujdesshëm në momentet e caktuara sepse ashtu Turqia mund të zërë dhe mund ta humbasë ndeshjen fare kollaj, fare thjesht. E zë thjesht për mendimin. Profesor, një koment? Unë thash, domethënë atë mendimin tim, është 50-50, ekipi i Turqisë nuk është 5% më shumë Turqia. E kap. Po çon si ka. Domethënë janë aty, pavarësisht pak më shumë Turqia. Diçka e kanë frikë, domethënë entuziazmi tepërt, ndoshta mos kalojnë të kundërt, dhe arrini që të sepse edhe kombëtarë është në fundit edhe por që gjendja e ekipit Kosovës në këto 2 vit, domethënë me ndeshjet që ka zhvilluar dhe në transfer që ka fituar, po themi, me skuadra shumë të mira, mendoj që është një ekip vërtet fantastik. Ndërkohë Regjia mund të më informojë, do të lidhem me studio numër 2 në këto çaste, po jam me studio numër 2. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Është pikërisht presidenti i ciklizmit të ekipit të Skënderbeut, Lonar Bejko, së bashku me trajnerin Renato Telaj dhe me ciklistët e ekipit të vet. Nardi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Natyrisht i kishim pritur gjatë dhe ja ku na erdhët në studio, e natyrisht u bë shkak veprimtaria në të cilët ju ishit ditën në mos gaboj para 2 ditësh. Po, ishim në Kavaj. Dhe çunat u paraqitën shumë mirë. Domethënë ekipi i ciklizmit Skënderbeu ka përparuar shumë, domethënë mund të them në këto vitet e fundit. Mbasi çunat kanë shumë dëshirë të zhvillojnë domethënë stërvitje dhe janë paraqitur shumë mirë. Domethënë kemi marrë 2 vende të dyta,
për arsye se mund të meni me vend parë, po për një arsye defekti. Gjo, ma ka thënë Renato edhe kur kam komunikuar dhe më thotë vend e parë, thotë e kishte, dhe Gjo, të jemi sinqertë, e kishte qikë sytë me lodhe i dritesh e zeri. Po, ishte mërzitur shumë, u mërzit shumë. Po jo mos, duhet të ndodhi këto. U mërzit, po mërzitur dhe e ndjen se ka garuar dhe veta i edhe e ke din, janë ato emocione që të kapin në ato momente. Shko, mos ma thuaj se Petrika do të thotë emisionin thashe thema dhe çka ka ndodhur, po bisha të do të Ti ke qenë edhe vetë bashkë me ne dhe i ke përjetuar këto emocione. Gjo, profesor, Dardi më falë një minutë. Të ndjekë ciklistët është gjëja më jashtëzakonshme. I kam ndjekur dhe të shikonje, kur ju bini me dorë dyerve të makinave të tyre, që ju theshin ciklistëve për të ecur, unë nuk e di çfarë bënin këta, domethënë këta thesha të çmendur. Pale Renato, me atë shpejtësi mikët aty me 120 tash ku do vejmë, domethënë çfarë po ndodhet? Ti si ju bin makinave këta apo jo? Domethënë ju bien dyerve të makinave të tyre, duke ikur rrugën. Domethënë bashkëja më e bukur, më fantastike dhe nuk domethënë emocionet e di ku i kap, unë i kam parë, domethënë di ku mund i kapë ciklistët vetëm do i malore, se në dishezë gjallë në botë ose në fushë nuk mund të kape. Atëherë, më thuaj pak Nardi, çfarë etape ishte kjo dhe sa kilometra ishte? Ajo ishte gati për të rritur 150 kilometra, kurse për juniorët që 115 kështu, dhe kadetit ishin 60 kilometra. Ne kishim junior dhe kadet, ku vend të dytë, Zuri Markelian Bedulla në junior, dhe për kadet, Zuri Nedion Demiri. Kemi dhe këtë të vogli fare, që po thua ishte në vend 4, po të azesh. Shko, tani, kur mi thuaj vogël nga trupi, se është i madh, aq i vogël dhe në vendin e 4, unë shikoj shpesh e ndjek rrjetet sociale dhe shikoj që Renato Sendan, domethënë duke qenë në stërvitje. Nardi, lutem, kaloj pak mikrofonin tek Renato. Se kemi dhe 2 gara tjera që do zhvillojnë javën tjetër, do zhvillojnë në Korçë ato. Në Korçë? Po, nisemi që nga Quksi, nisen juniorët, dhe mbritja është në banga në Korçë si gjithmonë. Më datë është? Në datën 4. Më datën 4. Të premtoj që do të jem me grupin e xhirimit. Edhe në datën 5 kemi prapë, pastaj edhe të Podgoricë që kemi bërë bashkë prapë. Po, është gare bukur. Dhe do mundohemi të marrim një vend të parë patjetër këtë radhë, se jemi edhe në Korçë, ke identit do me thënë. Po, patjetër, ma i pa Bedullën. Edhe çuna do mundohen, ja po t'jap njëri nga këta. Bedullën desha pak, ma kalon mikrofonin te Bedulla. Bedulla, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Presidenti tha, jemi në Korçë, para një përgjegjësie të jashtëzakonshme, leri këto vendet e dyta më, të duam kampion. Po, patjetër, do vazhdojmë përgatitje shumë të mire, dhe të shpresojmë për vend të parë. Ku ishte vështirësia jote në këtë garë që nuk arriti dot tek vendi i parë? Po, defekti ishte edhe pak e lodhshme, se të garosh me të rriturit është pak si e lodhshme. Po, Gjo, kur më thua defekti, mos ishte faja atyre biçikletave, nuk i ketë cilësisë së dorë. Rruga nuk ishte shumë e mirë, atje ku zhvillua këtë radhë gara, edhe beri gom ky dhe u vonuam, do me dhe në sa vajta unë, sa shu, do me u vonuam në ndrimin e gomës edhe ato, edhe pastaj ata ikën, se që rruga shumë e keqe. S'kishim edhe shumë policish, do me dhe në që të nga shoqëronte, kishim sa nga zhvlejmë djemë të nuk vlejmë gara në njëre. Naturisht, po. Sepse... Kretë ndryshe ndodhë me organizimin në Korçë, ku meren masat... Po, shumë masat të mira. Masat të jashtëzakonshme. Shumë masat të jashtëzakonshme, dhe me këtë, do me dhe në që do bet, ju urojt gjithë policët që të nga shoqërojnë, dhe të... Jo, e kam detyrat ato të vinë, e kam për detyrë të vinë. Po, falenderit, të shi le të flasë dhe 2 fjale... Renato, ma e pak Renato të Edion i vendit të dytë. Okej, pa tjetër. Edion mirëmbrëma, të përshëndes. Shiko, më erdhi keq, kur më thane që të ka shpëtuar vendi i parë kështu me ato dredhit e garës. Megjithatë, ç'ishte për ju kjo garë? Ishte maksimumi që dhe? Po. Po, më thuaj. Gara ishte vështirë, pasi kishte edhe ekipe të tjera që merrin pjesë në këtë garë dhe... Kjo është ere parë që ju ngjiteni në podium apo i një gjitur dhe erë tjetër? Shumë erë të tjera. Shumë erë, profesor, shumë erë, thot. Shumë erë, dhe derisa thot shumë erë, më vjen mirë. Çfarë objektivi, çfarë synon në garën e radhës, ajo që të paktën presidenti më tha që do të jetë në Korçë? Shpresojmë që të zem... Patjetër vendin e parë, Nardi, Okej, atëherë u po i bëj një sfidë hapur, nëse të dy tjetë vend të parë, unë jeq të gjithë nga panelit dhe do marr ata të dy. Do t'i kem këto. Shumë kupa, kanë marrë shumë diploma. Po.
Mi po kjo bango është e vogël, kemi shumë kupa që mund ta mbuslim në bango. Po jo, më vjen keq që ju vini edhe vini duar bosh. Sillini mos sillini. Sillini ja pranoj atje. Ja pranoj ti. Po, ne do të jemi natyrisht do të jemi, por të lutem pak Renato se kam pa. Po. Në datën 14 kemi dhe në Shkodër kemi 2 gara. Po. Kështu që kur t'i mbarojmë këto 2 garat, atëherë do vim me një 2 kupa tjera, besoj që të na ftosh tamam. Jo, unë gjithmonë deri në ankur e keni. Unë ju ftoj, ju e dini që unë të flasë edhe Renato të fjalë. Po. Renato mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të përshëndes. Je shumë modest, por duket se je lodhur pak nga kjo gara, apo jo? Edhe pak i mërzitur. Po, çfarë ndodhi? Po ja mund të lidhesh me gazetarin e Kavajës Fatmir Fakicën, po, që mund të flasë më mirë për Nedion Demiri. Po, atëre, regjia, e ka Fatmirin në linjë, sepse unë e sigurova gjë të tillë, të lutem regjia, nëse ka Fatmirin në atë moment të ma japësh, në momentin që e kam në linjë. Po. Fatmir, më fal, jam detyruar të rikthej përsëri në linjë, sepse në studio, siç po e ndjek edhe ju, nuk e di e ndjek apo jo, kam ciklistët e ekipit Skënderbeut, të cilët janë renditur në vendin e 2 si për kadetë, ashtu edhe për junior. Fatmir, më dëgjon? Fatmir, më dëgjon? Fatmir, edhe një herë të lutem regjia, mundet ma mundsoj Fatmir Eficën, gjithsesi kaloj në studion numër 2 sa të bëhet të krijohet edhe lidhja. Po natyrisht do ta kem Fatmir Eficën pas pak çastesh për të diskutuar. Atëre, Renato, shikoj diçka. Duket sikur ky ekip po krijon një stabilitet. Dhe sepse të kam parë shumë ciklistë, çfarë ndodh? Pse largohen? Largohen vetëm për punë e fondeve, se ciklizmi as nuk diskutohet, siç e kemi nisur që në vitin 2016, jemi në vitin 2026 të njëjtat fonde. Vend gjerëm 18 vit edhe duan punë në ciklistat. Natyrisht, shpenzime ka shumë, sepse ciklizmi është një sport që... I kushtueshëm. Kushton shumë, një biciklet nuk e di sa €1.000 vete. 4-5.000 € një biciklet. 5.000, flasim për profesionist, apo jo, Nardi? 4-5.000 € se të gjithë kështu i kanë. Po. Mundet ne të garojme me bicikleta nga këto, kineza, ku di unë, që janë ato. Fatmir, edhe një herë të kam në linjë, më dëgjon Fatmir? Ju ndjek Romeo, edhe është kënaqësi që tani lidhemi për ciklizmin. Po. Skënderbeu është një skuadër shumë simpatike. Po. Ata drejtues janë vërtet shembullor. Kanë ndërtuar një skuadër me ciklistë të gjithë kategorive, kadet, junior, elit dhe U23. Mungojnë sigurisht vetëm femrat që në Korçë po të ishin do të tregonin edhe më shumë emancipim, sepse i sjell Shqipëria mesme, Durrësi, Tirana, por ende si ka Kavaja, Korça dhe shpresojmë të kemi dhe femrat cikliste. Po. Ndërkohë në turnet që janë filluar në Kavaj prej gati 35 vitesh, në vitet e fundit kam patur marrëdhënie ideale me miqt nga Korça, me Skënderbeun tuaj, me drejtuesit, me ciklistët, edhe në garën e tanishme të 3 ditëve më parë, ata vërtet kanë lënë Bresa në Kavaj. Mund të kishin marrë edhe vendin e parë, por pati një problem që edhe juria, gjyqtarët e aktivitetit, me zor do të thoja e ndreqen, sepse njëri nga ata që u shpall vendi i parë, sigurisht jo për fajin e tij, po për fajin edhe të shoqëruesve, nuk u fut nga rruga normale që duhet mbrinte, po erdhi nga një rrugë më e shkurtër. Megjithatë, ati ja njohën çmimin e parë, vendin e parë. Por kjo nuk do të thotë që të demoralizohen. Ta pranoj Fatmir ishte një ciklist nga Kosova, ndofta nuk e njihte edhe rrugën. Sigurisht, e pohojmë këtë me... Jo, shefaji ati, po shefaji... I gjyqtarisë. U ka trua policia, do më dhe nyri në anë të kundërt, dhe ne i ran pak me gjatë. Po mirë, po kjo ma mërziti Renato shumë, pa. Kjo ma mërziti Renato. Ju sengri bukat të 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 gjithë vajtë me një ndrikë dhe ju sengri drejtë. Nardi, ta gjë pak Fatmirin se besoj se nuk janë mërziti. Po Fatmir? Sepse Kavaja para dhe pas garës, ndërtoj një atmosferë të shpërfyer për gjithë komunitetin e madh të ciklizmit shqiptar, të gjitha skuadrave, ku korçarët sigurisht janë ata që vërtet lejnë Bresa, janë tepër të sjellshëm, janë shumë komunikues, janë ndërkohë edhe pasionant të sportit. Fatmir, po mos janë ndonjëherë edhe më shumë se ç'duhet të urto. Joanaku po. Edhe Joanaku pastaj. Unë e them me krenari që i kam bërë miq, edhe madomendja që edhe ata më janë përgjigjur me të njëjtën monedhë,
Unë kam ardhur edhe për ciklizmin në Korçë, kur endes kam ardhur tek studioja juaj e rubrikës sportive, do t'dija sezonin e shkuar nëse do të shpëtonte Skënderbeu, por pritet të vi tani që Skënderbeu dal kampion me futbollin dhe do t'jem sigurisht një mik i studios tuaj për t'i dhënë një lloj, do të thoja, inkurajimi, jo vetëm futbollit, që është jeta ime, është gjithçka për mua, por pse jo edhe punës direkte që unë kryej si specialisti shumë sportve në Bashkinë e Kavajës. Faleminderit Fatmir Fica, faleminderit. Një përshëndetje ti bëjmë. Sukses të Skënderbeut dhe të ciklizmi dhe në gjithë garimet e tjera në çdo sport. Leonard Bejko të thotë faleminderit shumë thotë për fjalët që dhe. Përshëndesim, faleminderit shumë. Atëre, kalojmë pak Nardi tek Renato. Po kaloj pak mikrofonin tek Renato. Renato, me çfarë përkësinimi jeni në të paktën në 2 garat e radhës, ajo që të zhvillohet pikë së pari në Korçë dhe më pas në Shkodër. Të lutem, me çfarë objektive jeni? Këtë vit e kemi filluar me këmbë të mbarë. Po. Në ciklokros Markelian Bedulla zuri vend parë. Po. Në gajrën e Kavajës u renditi dyti. Po. Tani çfarë gletrada i pari kampion? Tashi kampion. Patjetër. Medioni dhe Markelian Bedulla duhet të jenë kampion të padiskutuar. Okej, tani ma kalo pak mikrofonin tek ai i vogli, por që unë dua më pëlqen ti them është i madh. Të lutem, mu prezanto kush je? Manuel Demir. Sa vjeç je Manuel? 11. Sa kohë ke që merret me ciklizëm? 2 vjet. 2 vjet me ciklizëm. Gjo, kur të dëgjoj profesor Xhambazi, se ti nuk e nje, tha profesori, tha bravo, tha. Do më thënë, pse të ka pëlqyer ciklizmi, mund të më thuash? Është një sport i bukur. Po? Po dhe pak i vështirë, ta pranojmë. Apo ti se ndjeni atë vështirësinë? Shumë i vështirë. Kam qef të dale kampion. Do më thënë, do kampion, në? Po, Nardi, më thej që u rendit në vend e 4. Po si mësuar shumë mirë, Nardi, 11 vjeç merr pjesë në kartë të gjoj, Nardi, gjoj. 11 vjeç dhe të marr pjesë në një aktivitet të tillë, natyrisht që është... Në 3-4 aktivitete, mos them shumë dhe ka është paraqitur shumë mirë, domethënë për moshën që ka, dhe ata të tjerë mund t'i sillen të gjithë janë domethënë janë bërë pothuaj bashkë. Milën këta të dy janë vëllezër të dy. Po? Ne djoni me këtë. Oh, domethënë duke se ka traditë familjare. Ky vogli i ri mbrapa po të them. I ri mbrapa si dahet, domethënë. Shumë shpejt do të dalë përpara me sa shikoj. Po besoj atë, po i thosha edhe unë aty përpara. Petrika ka një pyetje. Kishe diçka Petrika? Jo, djalin e vogël do ata pyesja e ka mësuar biçikletën me 2 rrotë apo me 4 në fillim? Me sa e ke mësuar? Me 2. Me 2 direkt, bravo. 2 rotak, e ka 2 rotakët. Bravo. Direkt në bicikletë ciklisti e ka mësuar. Okej, atëre. Kemi hipur në bicikletë ciklisti. Atëre, Nardi, falenderoj ty Renaton dhe ciklistët, natyrisht për këtë sukses. Natyrisht do profesor Xhambazi për të thënë diçka. Po profesor. Jo, vetëm na mbetet që t'ju urojmë dhe ndihemi vërtet krenar që mbani edhe ciklizmin. Edhe ekipi ciklizmin të Korçë po ecë përpara dhe ju lumt të juve që i ndihmoni me vlera monetare, aq sa keni mundësi, dhe ju uroj suksese të vazhdueshme dhe ndoshta vende të para në kampionat. Kam diçka tjetër para se të them Nandemir. Dua të di, ju jeni pjesë e klubit të shumë sportit Skënderbeu, a merrni fonde? Po, jemi një fond shumë që mos e përmendim me shifra. Qesharak domethënë. Dgjoj, kur the këtë studio ime, domethënë këtu pati një shërtim sepse kemi ekipe që ju japin dhe me lora. Dgjoj, në një mbledhje që është bërë në bashki, kemi qenë dhe ne. I kam thënë zotit Filo. I kam thënë, nëse mua më jep çerekun e voleybollit, unë do jem kampion, i thash, për çdo vit. Kampion kombëtar, pa i marr ato lek jam prap. Kam nxjerr talente domethënë që janë. Po të më jap çerekun në aty fondi. E imagjinon, mos them 10%. Po, profesor, na kam bërë krenar ciklizmi, domethënë kemi një prej tyre është Renaton që kemi në studio dhe të tjerë, domethënë një traditë që nuk duhet na humb apo. Jo, e di pse? Sepse ciklizmi s'ka vetëm çunat. Ka edhe pjesën materiale. Po, natyrisht. Dhe ne përballojmë me zor domethënë, me forcat tona domethënë. Me fondet e familjeve bes. Jo shumicën, po Nardi, ne një bicikletë kemi në shtëpi ku na prishet edhe Bravo. Edhe letëria. Do vish pas nesër,
Po patjetër. Dhe do ta shikosh vetë, domethënë, do ta shikosh edhe garën, besoj. Shko. Se ti ke qef, e ke dhe ti qef. Nardi, jo vetëm do vi, por do t'i marr miqtë e mi të studios, më rezervoj një makinë dhe do të jemi së bashku për ta ndjekur. Po, patjetër. Po ndikim me qetësi, jo me Renaton, nuk e ndikim me Renaton. Me mua. Patjetër. Faleminderit për te humorit dhe gjithçka unë ju falenderoj pa mas, jeni të mrekullueshëm, djem në mënyrë të veçantë dhe ju them që vazhdoni këtë traditë, do nderoni Korçën, do nderoni emrin e Skënderbeut, emri juaj do të kujtohet gjithmonë. Faleminderit gjithëve. Dhe një urim shkon për Sadu Shyllin. Për të mbylli. Jo, në linjë jemi, po, mund të vazhdosh. Për Sadu Shyllin edhe për TV Korçën. Okej. Që është shumë e mirë. Shumë faleminderit dhe ju falenderoj që jeni të gatshëm gjithmonë sa ne ju bëjmë ftesë, ju përgjigjeni pozitiv. Faleminderit dhe suksese Dima. Faleminderit. E pra, ishte edhe ciklizmi natyrisht. Heronjtë e ishtur do thosha unë të sportit shqiptar, siç janë në këtë rast ciklistët që kemi ne këtu, po kemi edhe në sportet të tjera, dhe sporte individuale dhe ekipore, që për fat të keq si në Korçë edhe në pjesët e tjera të Shqipërisë nuk besoj se realizojnë në fondet në këtë aspekt, dhe që vërtet me kaq pak mundësi. Pse do të tregojmë nganjëherë kaq të varfër kur jemi të tillë. Domethënë për sporte të tilla që kanë këtë sakrificë kaq të madhe. Në sponsorizimeve mbase ndryshon kjo situatë, po mund të jetë për mirë për të gjitha sportet, mirë po këtu nuk e di si funksionojnë gjërat, kështu që nuk mund pretendojnë për diçka më shumë. S'është në dorën e tyre, varet nga ata që marrin vendim. Natyrisht nuk është, po ata në një farë mase na dhanë një mesazh. Nuk e di se si jam me orën, mund të më ndihmoni edhe sa minuta, edhe 10 minuta. Atëherë, me që kemi edhe 10 minuta kohë, do të diskutojmë pak për Skënderbeun. Ka zhvilluar një ndeshje miqësore pikërisht ditën e shtunë, ka dalë barazim Elbasani, por ajo çka do ndikim në këtë moment është intervista e trajnerit Gjoka dhe më pas rikthehemi në studio. Lutem regjia, mje pak intervistën e Gjokës pas përfundimit të kësaj ndeshje. Profesor, sa të kënaqur jeni nga këtë test mësor ditën e sotme? Jo, jam i kënaqur sepse e para na shërbeu edhe për një stër vite dhe me një intensitet të lartë, sepse përfundoi një skuadër si Elbasani që falenderoj shumë të rast që na priti. Mendoj që të dyja grupet dhanë maksimumin e tyre dhe jemi deri diku të kënaqur për këtë që për qëllimin që kishim ne për këtë ndeshje mësore. Sa përket kampionatit vjen në fazën vendimtare, është në maksimumin e mundshëm Skënderbeu? Ne kemi 8 muaj që jemi në maksimumin e mundshëm, jemi për 8 muaj është vend parë. Sigurisht kjo garë është shumë e egër, kampionati kategorisë parë po tregon disa gjëra specifike që ne do të jemi gjithkohës jo vetëm gatshëm për të vazhduar edhe këto 5 finale, por të jemi edhe shumë vigjilent sepse në çdo gjë mundohet. Petrika, kur thot vigjilent, ç'do thot? Duhet të tregohet vigjilent, duhet të tregoj më të mirën në ndeshjet e ardhshme, sepse situata është në fije të perit, o pritet, o kputet, nuk e di unë si do t'ju shkoj. Shpresojmë që në ndeshjet e ardhshme, duke filluar që kjo me Liria, si të thuash, na ka pak inat me atë që ndodhi për shkak të nuk ta thash në atë kuptim, ata mund të mbajnë inat edhe gjëra sepse ata i bën në fundit, mirë po na kanë fjalë në sy kur i thon. Fjalët unë ditë të them këtë që po Gradeci dhe Laçi i fitojnë ndeshjet e radhës, duhet patjetër që të fitojmë edhe ne të marrim 3 pikët në Korçë në ndeshjen e radhës. Se sa i takon deklaratës edhe ndeshjes miqësore, nuk është se nuk ka nëse ka ndonjë interes të madh. Thjesht duhet marrin 3 pikë në ndeshjet e radhës dhe në ndeshjet e tjera, po kjo e radhës është shumë decisive që nëse gabojmë në Korçë, do të jetë shumë nuk dua ta quaj katastrofë, po do të jetë humbje e madhe për Skënderbeun. Pa i kur tek ndeshja e radhës, Eldi, në këtë situatë në cilat janë ekipet, e ndin tani frikën e njëra tjetrës të 3 ekipet? Natyrisht që po, pasi vetë diferenca e pikëve të jep një lloj frike, por edhe për shkak Gradeci me Skënderbeun janë 6, po prapë pa siguri? Po besoj se edhe trajneri Gjoka e përmendi disi pjesën e këtyre faktorëve të jashtëm dhe besoj se kjo është ajo çka po i druhet më shumë Skënderbeu, pasi nëse do të ishte një garë më fair, atëherë do të ishin në pozita tepër më komode, por duke qenë se Skënderbeu do t'i duhet të djersi pak më shumë se rivalet e tjerë, atëherë natyrshëm që të lind një lloj frike, por besoj se kjo nuk duhet ta bëj alarmante situatën, pasi nëse ti e ke potencialin, e ke forcën për t'i bërë detyrat e shtëpisë, për të fituar ndeshjet, atëherë luksit ta japi pikët që e përpara. Normalitetit, pasi nuk ke përballë kundërshtar
të jashtëzakonshëm. Pozitive është fakti që nuk ka prishje nga ana e gjykimit, pasi ajo do të ishte akoma dhe me rënd dhe ta ndalte ata hapin në momentin që gjykimi është korrekt dhe ty të lind për detyrë thjesht të mundësh kundërshtarin dhe të vazhdosh me hapa të sigurt drejt finalizimit të objektivit, atëherë unë mendoj se dhe skuadra, por edhe drejtuesit duhet ta marrin me një lloj qetësie dhe duhet që ekipi të tregoj atë potencialin dhe t'i fitoj këto 3 ndeshjet e radhës. Nëse marrim pikët maksimale në 3 të radhës, atëherë kemi një finalizim të objektiv. Profesor, ju këtë qenë edhe trajner, natyrisht edhe lojtar, në këto momente të tilla, një trajner me të vërtetë ndjen atë presionin? Patjetër. Por një presion që trajneri duhet ta reflektojë tek lojtarët? Jo, nuk duhet ta reflektojë tek lojtarët, por presioni është sepse i mendon të gjitha. Janë 5 ndeshje, 2 ndeshjet e fundit janë direkt me Pogradeci dhe me Laçin. Pavarësisht edhe Laçi Pogradeci deshen mes tyre. Një javë më herët. Është një javë më shpejt. Domethënë në 5 ndeshjet neve duhet shikojmë, të fillojmë me ndeshjen e parë. Nuk duhet të mendojmë ndeshjet e tjera, domethënë të 5 ndeshjet duhet i quajmë si finale. Dhe ata e kanë parasysh. Mendoj që karakteristika e kësaj jave është se luajnë 6 skuadrat e vendit, nga i vendi parë deri në vendin e 6, ne luajmë me Ilirin, po. Besa me 4-5-6. Laçi luan me Burelin edhe me Kastriotin. Domethënë janë 6 skuadrat e vendeve të para. Edhe ato kanë pretendimet e tyre. Dhe ne kemi pretendimet tona, por unë them që me qetësi do ta kalojmë, sepse e kemi këtu. Pra në këtë moment, sipas jush duhet qetësi? Qetësi dhe domethënë lojtarët duhet ta vlerësojnë, të mos ketë domethënë atë lëshimin që mund të bëjnë, mos e do ta marrim, mos e do ta fitojmë. Sepse duke parë edhe ndeshjen miqësore me Elbasanin tregon që një rezultat 1-1, pavarësisht vlerave që mund të ketë ndeshja, është një hap pozitiv që këta kanë shënuar, si thua, me një lojë normale, kështu që gjendja është e mirë dhe ekipi them se do ta kalojë. Unë do ta lisja pak, jam dakord me profesorin që duhet qetësi, domethënë është një moment ku edhe trajneri dhe skuadra, domethënë nga ana psikologjike duhet punojnë shumë, sepse për mendimin tim nga ana taktike pak a shumë është e vendosur, domethënë skuadra nuk se do bëjë një revolucion këto 5 ndeshjet e fundit trajneri Gjoka, duhet punojë për mendimin tim më shumë nga ana psikologjike me lojtarët, në mënyrë që në momentin kur të jenë para golit, të jenë të mjaftueshëm le të themi gjak ftohtë që të arrijnë të finalizojnë rastet që do krijohen, se pastaj është e vështirë të rikuperojmë rastet tumbura në këto 5 ndeshje, se jam i bindur që do jenë në kuptimin e ndeshjet të vështira si punë e ndeshjes kombëtare, që nuk do të përsëritet më në një rast flagrant 3 herë që të ke luksin ta humbasësh. Nga ana tjetër do bëja thirrje për diçka që e cekëm paksa dhe javën e shkuar për pjesën e tifozërisë. Është e vërtetë që ka pasur një prezencë shumë të ulët këtë sezon. Dhe këto ndeshjet në shtëpi që janë, se s'po them të shkojmë në Burrel, po të paktën këto 2 ndeshjet me Kastriotin dhe Ilirin dhe finalen me Laçin, po të marrim këto një pavajtur tek finali e madhe. Jam në sekondat e fundit. Jam dakord me profesorin që duhet edhe kjo pjesa e tifozërisë që jetë motiv më shumë. Nuk është garanci sepse në fundit nuk luajnë tifozë. Është një plus. Po është një plus që në këto ndeshje mbase mund të ndihmojë skuadrën. Ildi, duke të falenderuar, më jep një parashikim Shqipëri-Ukrainë. Shqipëri-Ukrainë 1-1 besoj. 1-1. Breton? Barazim, po fokusi besoj do jetë e Kosovë. 0-0. 0-0. Profe? Të shënojmë gol. Të shënojmë gol. Natyrisht, me atë të shënojmë gol, thotë një sulmues, se si të thotë ndryshe një sulmues i Dimitra Xhambazi. Miq, kemi arritur kështu në minutat e fundit të emisioni, jemi munduar të kapim disa çështje që natyrisht kanë qenë në këtë javë ai na ka tërhequr vëmendjen. Por natyrisht edhe java e ardhshme do të ketë të tjera zhvillime derisa të rikthehemi tek kategoria e parë kur do të fillojnë edhe ndeshjet. Falenderoj miq që kisha në studio, në mënyrë të veçantë, falenderoj edhe teknikët që punuan së bashku me kameramanët, por një natë mirë të madhe do të thosha për të gjithë ju që ndodheni para ekranit. Takimi i ardhshëm nga unë Roman Zinzifi do të jetë në ardhshme në orën 20:30. Mos u largoni. Qëndroni në emisionet e mëtejshme të RTS Korçës.